Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla wa ala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërrodhazër, në takimin e fundit kemi përmendur edhe atë pjesën e fundit të bisedës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu, ku tashmë lajmin e mirë dhe atë gëzimin e pendimit e mori Ka'bi drejt për drejt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu vazhdon me këtë tregim edhe me pjesën përmbyllëse, duke përmbyllur edhe me ajete që kanë zbritur lidhje me këtë ngjarje. Andaj thot Allahu xhalla wa ala, do thot Ka'bi radhiyallahu anhu i citon ajetin duke thënë: "Wa anzala Allahu ala rasulihi", dhe Allahu xhalla wa ala zbriti mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ajetet ku thot: "Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufun rahim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين." Këto janë tre ajete që kanë zbrit, ajetet e surës Tauba, ajete 117, 118 dhe 119, kanë zbrit lidhje me këtë rast. Andaj Allahu xhalla wala thot: "Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi", Allahu xhalla wala e pranoi dhe e nderoi me pendim dhe falje të dërguarin e tij fillimisht, pastaj edhe muhaxhirët dhe ansarët nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët i u përgjigjen dhe e ndjekën atë në momente të vështira. Do të sikur që kemi thënë, lufta në Tebuk nuk ishte e lehtë, ishte në kohra të vështira. Dhe Allahu xhalla wala nuk u humbi, do të thotë, këtë sakrificë, por u përmendin këto ajete. Dhe përmendi se gjithashtu nga vështirësia e situatës dhe nga, do të thotë, rrethanat e vështira në kohën e përgjigjes, Allahu xhalla wala thot: "Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum", në kohën kur gati, do të thotë, një grup prej tyre i u shmangën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të ata që kanë shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë përgjigj, dhe ata kanë qenë, do të thotë, në një fije të rreziku që mos i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo në kuptim të refuzimit, por thash në kuptim të vështirësisë që me të vërtetë në atë kohë të shkosh në atë largësi aq të gjatë, veçanërisht kur bëhet fjalë për një betejë që nuk din njëri se do të jetë përfundimi i saj. Andaj Allahu xhallahu ala thot pastaj: "Thumma taba alehim", dhe Allahu xhallahu ala edhe pas kësaj ndoshta hamendje të brendshme, po që nuk kishte ndikim në vendimmarrje, Allahu xhallahu ala u fali, nga sa është Raufun Rahim, do të i butë dhe i mëshirshëm me robërit e tij. "Wa ala thalathati alladhina khulifu", dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala e pranoi pendimin dhe u fali edhe tre atyre që, do të thotë, u shtyje çështja e tyre. Do të khulifu këtu, sikurse do ta përmend Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, nuk është sikurse e gjejmë të përkthyer në shumë vende, do tre të atyre që nuk u përgjigjen, mbetën pa, do të thotë, pa ju bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është interesant se vetë Ka'bi radhiyallahu anhu thot: "Khulifu", këtu ata që kanë më të mrapa, nuk është për qëllim të na bashkon Allahu me ata që s'kemi shku, po për qëllim është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë atyre që prezantuan arsye
sikur që kujtohet dhe thanë, unë kam pas këtë arsye, jam betu, çfarë bëri pejgamberi? Tha shkoni në të falën. Në raport me pejgamberin në të falën, çështën e keni tek Allahu xhallahu ala. Nëse kur këta 3 persona vendosën ta flasin të vërtetën, çfarë tha pejgamberi? E ju pritni. Pritni derisa Allahu xhallahu ala të gjykon për juve. Andaj Allahu thot, Allahu pranoi pendimin edhe të atyre që u tha pritni derisa Allahu gjykon për juve. Ne shikoni Allahu xhallahu ala në këtë rast, do të nga kujdesi për robët e tij, nuk i bëri bashk ata që u pranoi pendimin me ata që nuk u pranoi pendimin atë. Nga se wala thalathati alladhina khulifu, edhe 3 nga ata që nuk shkuan shumë të tjerë. Prandaj nuk është fjala këtu që nuk shkuan, por që u vonua vendimi për ta. I ndau Allahu tërësisht, nga se do u ndajtën që nga fillimi nga ata që vendosën mos me folë të vërtetën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha daqat alehim al-ardu bima rahubat wa daqat alehim anfusuhum, Allahu xhalla wala thot se këta njerëz si pasojë e shtyrjes së vendimit për ta i ngushtua toka, do të ishin të kufizuar në lëvizje, edhe pse ishte toka e gjerë, por ata do të thotë e ndinin se toka është duke i gëlltit, toka është duke i shtypur nga presioni i vendimit që kishte marrë atyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ngushtim nuk ishte vetëm në aspektin e jashtëm, por filloi të bartë në aspektin e brendshëm, filluan që edhe në brendit, edhe në shpirtin e tyre të ndinë, do të thotë një lloj ngushtësie, dhe pastaj wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayh. Dhe këta besimtar me gjithë këtë ngushtim, me gjithë këtë situatë vështirë, ishin bindur se nuk kanë shpëtim nga Allahu përveç me kthim tek Allahu. La malja'a min Allahi illa ilayh. Nuk mund të ikin nga dënimi i Allahut dhe nuk mund të shpëtojnë hidhrimit të Allahut përveç nëse i kthehen Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj Allahu thot thumma taba alehim liyatubu, dhe Allahu xhallahu ala u hapi mundësinë e pendimit që të pendohen. Ai që u dha sukses dhe ai që u dha fuqi për pendim është Allahu xhallahu ala. U lehtësoi rrugën e pendimit që ata të pendohen, dhe e përfundon Allahu xhallahu ala duke thënë inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Allahu është ai i cili pranon gjithmonë pendimin nga robët e tij dhe është i mëshirshëm ndaj tyre. Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun, wa kunu ma'as sadiqin, dhe gjithmonë bëhuni nga ata që flasin të vërtetën. Me këto ajete shpalli Allahu xhallahu ala mbylljen e tërë kësaj ngjarje, duke e kurrizuar tërë këtë situatë dhe këtë sakrificë me pendim dhe me kthim tek Allahu xhallahu ala. Andaj Kabi radiallahu ta'ala në pas lezimit të këtura jetëve tha fa wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qat ba'da an hadani lil islam a'zama fi nafsi min sidqi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe betojmë në Allahun e madh se Allahu nuk më ka begatuar me begati më të madhe pas islamit që më ka dhënë, nuk më ka begatuar me diçka më të madhe se mundësin që ma dha të flasë të vërtetën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështë e begati që Kabi ishte mirënjohës dhe Allahu xhallahu ala. Pastaj thot Kabi, dhe ma mundësoj që mos jem nga ata që e gënjyen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të jem nga ata që u shkatruan dhe u dënuan dhe tha Allahu xhallahu ala për ta diç që nuk tha gati për askënd sikur se tha për ta. Për këtë grup gënjeshtarësh dhe hipokritësh dhe munafikash që realisht edhe e trazuan shoqin Medinë, edhe nuk ju bashkangjitën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe prapë këmbgulën në gënjeshtër që të bëhen me të parët dhe me të mirët. Dhe Allahu xhallahu ala i demaskoi këta duke thënë për këtë grup njerëzit se yahlifuna billahi lakum idha qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allaha la yarda 'anil qawmil fasiqin. Në Tauba ayatin 95 96 Allahu xhallahu ala thot se yahlifuna billahi lakum, ata në emën të Allahut do të betohen para juve, pasha Allahun, shikoj, kanë më betu në emën të Allahut që
Do thotë kam pas arsye që ju realisht të lini rehat. Do t'ju jekin qafe për m'ju jek qafe juve, që realisht mos t'i bartin pasojat e veprimet e tyre, janë në gjendje që edhe në emrin të Allahut të betohen, emrin e Allahut rrejshëm ta përdorin për të shkarkuar nga përgjegjësia që kanë përballë shoqërisë atë. Edhe nuk janë në gjendje me bart asnjë përgjegjësi, madje as të ballafaqohen me përgjegjësinë e shkeljeve të tyre, dhe që të lirohen nga kjo përgjegjësia në gjendje dhe mu betuar rrejshëm në Allahu xhallahu ala. Allahu thot fa'aridu anhum, ju largoni prej tyre, mos u merrni me ta. Do thot pranoni të jashtë me tyre, ndërsa çështja e tyre lënë tek Allahu xhallahu ala, innahum rijs, nga se këta janë të ndyrë. Do thot njeriu i cili subhanallahu e përdor emrin e Allahut për t'i mbulu rrajshëm të metet e tij dhe për të mashtruar të tjerët dhe për të manipuluar me të tjerët dhe për t'i nga përgjegjësia që e ka e përdor rrajshëm emrin e Allahut, realisht kjo buron nga ndërtësira shpirtërore. Nuk mund të jetë ky njeri i pastër në besim, nuk mund të jetë ky njeri i fisnikruar në shpirtin e vet. Prandaj Allahu thot innahum rijs, ju largoni prej tyre, shmanguni prej tyre, lani ata, nga sa ata janë të ndyrë. Allahu xhallahu ora pastaj thot wa ma'wahum jahannam, dhe padyshim se përfundimi i tyre është xhehenemi jazaan bima kanu yaksibun. Pikërisht ky xhehenem është dënim në bazë asaj që ata e kanë merituar. Yahlifuna lakum litardaw anhum, ata vazhdojnë të betohen para juve që ju të jeni të kënaqur me ta. Fa in tardaw anhum, edhe në qoftë se arrin me ju bind juve që ju të jeni të kënaqur me ta, fa inna Allaha la yarda anil qawmil fasiqin. Allahu xhallahu ala asasi nuk mund të jetë i kënaqur me një grup njerëzish që ata do të thotë me vetdije të plot dhe me do të thotë bindje të plot i shkelin parimet dhe kufit të Allahu xhallahu ala, bëjnë mëkate të këtilla në mënyrë të hapur pa asnjë turp për Allahu xhallahu xhelaluhu. Pastaj thot Kavi për fund, wa kunna takhalafna ayuha thalatha, ne tre persona ishim ata që realisht u shtyje gjykimin ndaj neve, dhe ne jemi ata që do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na veçaj nga grupi i atyre që pranoi pendimin dhe pranoi betimin e tyre që ata u betuan, dhe ne jemi ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të e shtyri gjykimin ndaj neve derisa gjykoi Allahu për neve. Të ndërlozër, ky fund i kësaj ngjarje realisht citimi i këtyre jetëve që i bëri Kabi radiallahu ta'ala anhu ka dobi shumë të në këtë që e përmenda, do të shumë ka këtë dobi kemë përmendur në takimin e kaluar, por prap Kabi këtu radiallahu ta'ala anhu, shikoni modestin e Kabit dhe për ullën për Allahu xhalla xhelaluhu. Nuk thot asnjëherë për shembull se si pasojë e padrejtisë që më bë, Allahu e shfaqi drejtsinë time. Dhe gjithashtu nuk tha për shembull Kabi radiallahu ta'ala anhu se kom ditë unë se kom me dalë i pastër kështu me radhë. Po shiko thot, nuk ka begati më e madhe që Allahu më ka dhënë pas Islamit se kur më mundësoj Allahu të them të vërtetën. Andaj edhe në atë rast nuk e kam thënë të vërtetën pse kam qenë unë i fortë, buri i mirë, por Allahu më ka mundsuar më ka nderu. Dhe nderimin shiko ku e lidh Kabin nderimin. E lidh Kabin nderimin të veçimi që Allahu e ndaju nga munafikat apo. Dhe kjo është gjithashtu një vule e shtuar pendimit, se realisht krah që Allahu ta ka pru pendimin të ka ndarë që nga ajo kohë që ti nuk je nga dyftyrshët, nuk je nga munafikat, nuk je nga ata që realisht kanë dytësirë shpirtërore në brendin e tyne. Për këtë arsye të ndërlozër, nga njëre në aspektin e jashtëm, dikush mund të bën vepra të caktuara që mund të demonstron me to një pasërti caktuar, por që realisht në shpirt është i ndytë, dhe që këtë ndytësirë ka me e qitë Allahun shesh herë do kur do apëton. Dhe ka njerë që në aspektin e jashtëm, ndoshta mund të bën një shkelje, mund të bën një gabim caktuar, i por realisht është i pasur në shpirtin e tij. Dhe është koha ajo që me lejen e Allahut do të vendos se kush është ky e kush është ai person. Prandaj mos të ngutemi të nxjerrim gjykime sikur se kemi thënë vazhdimisht për njerëz caktuar, qoftë
do thotë në kulm ta ngrem dikën se është i mirë dhe kështu me radhë, ose në fund ta hudhim dikën se është i keq si pasojë ndonjë mëkate të caktuar, nga se nuk dihet do thotë kush është tek Allahu xhallahu ala më i miri. Normalisht veprat e jashtme janë një aludues i fuqishëm, janë një tregues i fuqishëm. Mirë po them ku njeriu realisht ka bërë gjithmonë punë të mira, është munduar më urujt, por ja që në moment të caktuar ka rrshqit, po ja që në moment të caktuar ka bëu gabim, duhet që ne ta gjykojmë me ato punët e mira që ka pas, e jo që për një vepër të caktuar ta hudhim njërin, nga se ndoshta ka qenë gaflet, ka qenë huti, ka qenë gabim i rastit, por njeriu është i pasur në vetveten, është i pasur në vetveten e tij. Dhe kjo më kuptu se esenca e besimtarit është pastërtia shpirtërore. Ajo e brendshmja, kur është e pastër, me lejen e Allahut i pastron edhe ato që në jashtëm mund të jenë ndoshta jo shumë të pastërta. Por ndytësira shpirtërore fatkeqësisht bën që edhe veprat që duken të pastra të jashtëm, edhe ato më ndyta. Ai shikoj betimin e Allahut, dëshmia se jemi të mirë, pendimi, këtu janë punë mira. Mirë po i kanë dyt njëti keq nga mbrana ata. Sikur që ka thënë Imam Shafiu rahimullah as fjalën e rubba amalin saghirin kabbarahu niyya. Do sa punë të vogla ka, po i ka rrit njëti, i ka bot noja. Dikush ka bot punë të vogël, po shumë ka qenë i sinqert për Allahun xhallahu ala, dhe Allah ja ka rrit veprimtarinë, ka bot madhe. Wa kam min amalin kabirin, e sa punë të mëdha janë sagharathu niyya, e ka zvoglu njëti, ka bot me shiku punë e madhe është, por realisht është zvogluar punë, nuk vret tek njerëz, është disi e parëndësishme, se kanë poharin shumë për shkak të njëtit, siç rritin zemrën e tij. Andaj ajo që e rrit veprën, dhe ajo që e rrit çmimin e veprës tek Allahu, realisht nuk është aspekti i jashtëm, por është aspekti i brendshëm, ajo që e rrit këtë çmim dhe e bën një vepër të vlefshme tek Allahu te bareke ve taala. E dyta të ndodhur shikoni, do thotë kujdesin e Allahut për njërin e penduar. Nuk e nënçmon, nuk e përbuz, nuk thotë çore ti e kun i keq, ti e kun me munafike, ti s'e shku, po unë ta kun fal atë. Prap kujdes Allahu xhela për ndjenjat e këtyre njerëzve. Andaj edhe tek pendimi nuk i bën bashkë me ata të qit. Thotë dhe ndaj tre atyre që u shtyje vendimin ndaj tyre. Këta realisht janë komplet ndarë për tyre. Prandaj lezohet kjo e deni yemul qiyama dhe Allahu xhallahu ala nuk lejon që realisht tek pendimi ku Allahu ja u ka fal të shfaqet edhe mëkati i keq. Që jap të kuptohet se kur Allahu ja fal dikujt, ja fal të kaluarën, e ja fal shkelet, e ja fal të gjitha, realisht bëhet i pastër tek Allahu te barekote, pothuajse nuk ka bërë asgjë. Dhe mënyra se si është përmend në këtë ajet, rasti këtyre është argument më i mirë për këtë që po themi. Për këtë arsye edhe kur ka ardhur Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranoi Islamin, para se më ia dhon dorën, me u besatuar në Islam, kur e ka zgjat dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të më ia dhon besën për Islam, e ka ngrit dorën Amr ibn As. E ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë duhet tash? Pse s'po më zgjat dorën që të më besatosh në besim? Tha unë kam bërë vepra të kaluara që janë shumë të këqija, shumë të ora. Çka bëhet me to? Tha unë të dhoh fjalën, po realisht çka kum bën të kaluarën, s'u ndreq edhe ndoshta me po në kuptim të asaj, edhe 200 vjet më rënua, çka bëhet me ato? Pejgamberi më ka thonë, ja Amr, o Amr, po ti s'ke mësuar se el islamu yajubu ma qabla, se pendimi dhe kthimi në Islam i fal dhe i shtyn të gjitha që kanë pas kaluara? E atëre ka dhënë dorën, ç'është po? Shikoj kanë qenë shumë sinqert subhanallahu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Unë kumbo, po ç'a bëhet me ato? Ka ardhur i ka thënë Rasulullah, unë po të pasoj, çka më jap ti mua? Ka në xhenetin. Ka po bën. Pa zgjat më dorën apo. Kanë qenë shumë sinqert. Do të kuptojmë të asaj çka më ofron ti, çka më jap ti. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka nënçmuar dhe nuk i ka bërbuzur në këtë drejtim, por e ka kuptuar këtë sinqeritet të tyre që mos të mbet asnjë njollë hamendis në zemrat e tyre. Andaj Allahu xhallahu ala u ka fal të gjithëve në këtë rast këtyre treve që s'kan shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ajo që ka të bëjë me këtë pjesë të Kabit radhiyallahu ta'ala anhu është të ndërlozur se nga njëre për shembull
kur shfaqet ndonjë sprov, kur del një sprov në shesh, me të vërtet i ngushtohet besimtarit rruga, ndoshta i ngushtohet edhe mundësia për të analizu, i ngushtohet ndoshta edhe rrugët e të mendumit, nuk din realisht as me menu, mbetet i hutuar nga presioni i asaj që ka ndodhur atë. Mirë, po subhanallah, dal nga dal nga shkon duke u ngushtu, duke u vështirësu. Dhe në fund kur përfundon, kur e shohim komplet tash filmi si ka ndodhur, e shohim sa urtësia ka qenë gjitha këtë zhvillim apo. Sa ne kena pasur ndoshta që të përfundon procesi pak më herët, e tash më zgjidhja, por është vonuar zgjidhja apo. Dhe kur e shohim pastaj në fund epilogun përfundimtar të kësaj sprove, e shohim se subhanallahu sa në mënyrë të mrekullueshme Allahu xhallahu ala ka udhëhequr me urtësi tërë këtë sprovë që ka ndodhur dhe pikërisht rrugdalja ka ardhur në kohën kur storia veç është e gatshme me përfunduar apo. Është e gatshme, këtë elementet e një tregimi me rëndësi, plot dobi është përfunduar. Sikur se rasti me Jusufin alayhi salam apo. Për shembull na tu Jusufin për shembull, e pse këtu Allahu s'e shfaq apo. E pse këtu nuk shtej Jusufi? Na gjithmonë ngutemi, do të lezu Jusufin alayhis salam, na duket që ndoshta këtu do të ishte pikërisht ajo koha kur Jusufi alayhis salam i kthehet babas ose dal shesh komploti dhe intriga e vëllezërve të tij ndaj tij apo. Dhe në fund kur ky sur Jusuf thotë subhanallah, më mirë se s'ka ndodhur në gjysa apo. Se edhe që kjo ka qenë interesant më ndodh apo. Edhe kjo pjesë me atë ondrën edhe me burgun edhe me gjitha, edhe këtu kanë qenë interesant më ndodh, s'kishte me kundër sa tregimi i kompletuar, po të mos ishin të gjitha këto pjesë të përfshira në tregim apo. Prandaj atë është subhanallah një sprovë që ka ndodhur, kështë pas jaf e pse sa s'po do në akşam, në sabah, pret. Mirë, po Allahu e din kohën kur realisht përfundon një tregim i jetës tënde që është plot dobi dhe përvojë. Ai e din kur me e përfundu. Prandaj nuk është jona na me i ngut proceset, nuk është jona me ngut rrugdalën, e jona është na me ndjek rrugën që Zoti na ka mësuar, ndërsa rrugdalja, ndërsa përfundimi i asaj që duhet më ndodh është në dorën e Allahut te bareke ve taala. Ai e din më së miri. Na jemi të ngutshëm, ndërsa Allah është i urtë. Na jemi ignorant, ndërsa ai është i dijshëm. Prandaj nuk mundet ignorant dhe i padijshmi me mësu të dijshmi kur është koha. E din ai kur është. Nuk mundet i ngutshmi dhe lakmiqari apo me i tregu të urtit dhe ati që s'ka me i përazim i ka du kur është koha. E din ai më mirë. Prandaj na nuk duhet që realisht me inkuadru lakmin ton, mungesën e sabrit ton, ignorancën ton, me inkuadru në afatizimin e sprovave apo. Se na realisht shumë sprova kështu thon 2 saat edhe le të jeket më herë apo. Mirë, po kur përfundon komplet është sa përfitimin e ke pas, sa sani janë shfaq, sa janë demasku për njerëzve që realisht si ke ditë, po kanë dalë shesh e sa situata thosh, subhanallah, sa harnja kum pa që saj realisht sa më duhet për të ardhmen kjo sprov nuk ta mërmenja apo. Dhe kjo pikërisht ka ndodhur me Kabin radiallahu ta'ala anhu. Paramendoni për shembull sa dobinë kemi mësuar apo. Sa do është takimi i 20 takime kemi pas dhe realisht kemi përdor zakonisht kufizume me përmend dobit e këtij rasti. Paramendo të kesh me përfundu Kabi çat ditë tregimin e parë. Si u shku, çka u bë, s'ke dash, ai pendu tek Allah, po pendu tek Allah. Hajt fal tek ju, kry puna apo. Sa ai shumet pa mësu pe rasteve, pe dobive apo se kështu pas këtë rast ka zgjat apo. A shikoni ursinë Allah xhallahu ala subhanallah. E zgatni sfor 50 ditë, po subhanallah, tani 5000 vjet në din kiamet, Allah mëson ka caktim, ummeti mëson pe këto, mëson. Pini tregimi 50 ditë na marr mësime të shumta. Kjo është urësia e Allahut. Wallahi kjo është dija e tij, kjo është mirësia e tij, kjo është begatia e tij ndaj robëve të tij. Sprovon, por realisht në fund e përfundon në mënyrë më të mirë të mundshme. Shikoj subhanallah, ardhe këto ajeteve ka bëu që Kabi me i haru këto 50 ditë. Thuaj se kanë qenë fare kur ka ardhur një garantë e tillë nga Allahu xhallahu ala sallahu te barekuta ja ka falur. E dobitë shumëta do thotë që dalin nga këtu, unë dua që me përfundu këtë duke përkujtuar të gjithë neve me disa prej mesazheve që kena arrit me i përcjell përmes rastit të Kabit radiallahu ta'ala anhu. Të ndërrozu pa të thënë në fillim kur kemi filluar atje se rasti i Kabit është me të vërtet një libër historik
për jetën e njerit apo. Është një ngjarje, një histori që ka ndodhur, por nuk është histori që bën pjesë në datat kalendarike. Këtë ditë ka ndodhur edhe shënohet kjo kështu. Jo. Kjo është libër i jetës që realisht mëson njëri gjëra të shumta për jetën në këtë rast. Andaj në këtë ngjarje realisht mëson ai që është në sprov, ai që është i ngarkuar, ai që është ndoshta në stres, ai që është në probleme të caktuara, mëson se rrugdalja Allahu xhallahu ala do të vijë gjithsesi. Andaj mesazhet e rastit të Kabit janë mesazhe inkurajuese, janë mesazhe qetësuese, janë mesazhe që me të vërtetë çdo një të sprovuar e bën të ndihet ndryshe në sprovën e tij. Gjithashtu në sprovën e Kabit radiallahu ta'ala në ngjarjen e tij ka edhe mesazhe të rëndësishme që ne japim me kuptu se në sprova të caktuara si tenton me i keqpërdor shejtani, si tenton me i keqpërdor këtë sprova njerëzit e caktuar, armiqt e besimtarëve që realisht me i nda, me i përqa besimtarët, me i lënë nga rruga Allahu xhallahu ala, por që me një sabër, me një përkushtim, me një sinqeritet i shpëton Allahu xhallahu ala. Sikurse i erdhi letra Kabit nga mbreti i fisit të njohur të arabëve që donte me keqpërdor këtë situatë për të përqa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Andaj çdo problem tonin, çdo ndoshta mos pajtim tonin, çdo ndoshta mos marrëveshje tonin, realisht njerëzit armiqt tonë tentojnë gjithsesi me keqpërdor, me rrit mos pajtimin që nga një mos pajtim mendim me shpi pastaj në çarje dhe ndarje të safave të muslimanëve që ne duhet jemi të vetëdijshëm dhe duhet jemi të vëmendshëm që mos të lejojmë që shejtani dhe gjithashtu ata që e ndjekin rrugën e tij të keqpërdorin sprovat tona, të keqpërdorin mospajtimet tona, të keqpërdorin eventualisht problemet tona për ta thelluar ndarjen dhe përçarjen mes neve. Edhe këtë kemi nga mësimet e Kabit. Për mesazheve të shumta domosht edhe këto se realisht besimtari e kupton se sa është më rëndësi me qenë i vërtet, sa është më rëndësi me qenë i sinqert, dhe për aq sa jemi të gatshëm ta paguajmë çmimin e vërtetësisë tonë, për aq sa jemi të gatshëm ta paguajmë çmimin e sinqeritetit, për aq ka më na vlerësua Allahu xhallahu ala. Kabi e pagoi shumë shtrejt çmimin e fjalës së vërtet, por a ja pagoi Allahu xhallahu ala? Po vallai shumë fish më shtrejt apo. Prandaj, nga ne disa njerëz për shembull, në ndëruar e flet vërtetën, por kur fillon më rrit çmimi i kësaj vërtete, thotë se jam gjendë me pagu. Thotë herë detu në rraj se s'moje bajt tash, pa çështë njëjtë, nuk është në gjendje me kon tani të një vërtet. Nuk është në gjendje me kon tani të sinqert, se shesa këtu kanë çmim. Është vërtet, vlerat e mëdha njerëzore kanë çmim, por njerëzit e mëdhaj janë në gjendje me i pagu këto vlera, nga se jetojnë për to. Jetojnë për to apo. Prandaj njeri i madh jeton për vlera. E ka të tjerë që jetojnë prej vlerave, i keqpërdorin e jetojnë për tyne, përfitojnë për vlerave. Aja thot të vërtetën me fitu autoritet, aja thot të vërtetën me fitu një raport mirë me dikën. Këta e në tjerë, këta në sprovën më të vogël i shesin vlerat, i shesin parimet. Nërsa ata që jetojnë për parime dhe për vlera, ata nuk mundën me i shit, nga se realisht e kanë shit edhe jetën. Nuk kanë as jetas, nuk kanë asgjë, në qoftë se jetojnë pa këto vlera. Çfarë kuptimi ka jeta e besimtarit në qoftë se nuk e flet vërtetën? Çfarë kuptimi ka jeta të ndodhur në qoftë se jetojmë nga gënjeshtra? Çka kanë fituar në qoftë se kanë humbur vërtetësinë? Çka kanë fituar në qoftë se kanë humbur dashurinë? Çka kanë fituar në qoftë se kanë humbur fytyrën dhe nderin dhe karakterin? Çka kanë fituar në qoftë se kanë humbur moralin? Çka kanë fituar? Azza vallahu. Pra besimtari këto i shet si të shajta, si vlerat mëdha nuk i shet. Andaj Kabi është në gjendje për çka do qoftë. Ai nuk e ditë kur e ka thonë të vërtetën. A e ka ditë se 50 ditë? Ai se ka ditë ndoshta 500 ditë. Po ka qenë gjendje me e pagu çmimin e fjalës së vërtetë, nga se thash realisht ai ka jetuar për këtë. Prandaj dallon, sikurçë një herë me një rast një prej dietarëve do të e ka ndënuar me varrje, e ka ndënuar me dënim me vdekje. Dhe është afru njoni kënëse da onë që mja kujtu shahadetin, thuj la ilaha illallah, ka thonë kjo djetar në momentet më kritike, ka thonë unë po vdes për këtë fjalë
e ti po jeton prej saj. Ka dallim fjala jam la ilaha illallah dhe jo t'japton. Apo unë jam në gjendje dhe me vdek për këtë fjalë la ilaha illallah, ndërsa ti jeton prej saj, ti han buk prej saj, ti përfiton prej saj. Dallon thënia mes këtyre dy personave. Andaj besimtari jeton për parime, për vlera dhe nuk i jep ato për asgjë këtë botë, nga se nuk e paramendon jetën ndryshe përveç se duke qenë i sinqert, duke qenë i drejt, duke qenë i vërtet, duke qenë njëri i moralshëm me karakter dhe me dignitet. Gjithashtu prej mesazheve që i marrim nga ky rast është se shumë shtrejt na kushtojnë prolongimet e veprave të mira. Do ta bëj, hajse ka kohë. Shiko, Kabe radiallahu anhu, njëherë ka thonë hajse ka kohë dhe çka ka kushtuar. Prandaj sa mundemi me psu në rrugtimin tonë drejt Allahu xhallahu ala, sa mundem me psu në punë të mira, nëse nuk shpejtojmë në kryen e punëve të mira. Mos është punë e mirë. Shpejto në punë të mira, nga se shtyra dhe prolongimi i punëve të mira mundet me të kushtu shumë shtrejt. Gjithashtu prej mesazheve që i marrim të ndërlozur është se besimtari përfiton nga sprova e tij. Andaj Kabi radiallahu ta'ala anhu ishte në sprovë. Mirë po a përfitoj? U vetmua me Allahun, e shtoi ibadetin, përkushtimin, teubën, pendimin tek Allahu xhallahu ala, përmend Allahun e kështu me radhë. Prandaj realisht ai në këtë sprovë ju shtu devotshmëria, aty në këtë sprovë ju shtu kthimi tek Allahu xhallahu ala. Dhe kështu besimtari ndodh në sprovë, realisht ai përfiton nga ajo sprovë në adhurim, në përkushtim, në teubë e kështu me radhë. Gjithashtu prej mesazheve që kena marrë gjatë udhimit tonë me tregimin e Kabit është rëndësia e adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala dhe ndikimi i këtij adhurimi në rrugdalje dhe në zgjidhjen e problemeve. Zakonisht njerëzit ndërmarrin masa dhe hapa material për me zgjidh probleme. Filoni, fisteku, kaq para, kaq kjo, edhe këtu janë sebepe. Mirë po rrallëherë ka njerëz që mendojnë dhe janë të bindur se adhurimi ndaj Allahut dhe kthimi tek Ai dhe ngritja në pjesën e tretë të natës dhe falja namaz dhe sejdja janë nga hapat vendimtar për rrugdaljen dhe zgjidhjen e problemeve të tij. Andaj Kabi radiallahu ta'ala shikoni 10 ditë para se marr zgjidhja, tashmë s'kishin lidhje me askën, të shkputur nga të gjithë njerëzit, të lidhur me Allahun xhallahu ala. Dhe kur u lidhën fuqishëm me Allahun dhe realisht i shkputën të gjitha shpresat e njerëzve, u erdhi rrugdalja pe Allahu xhallahu ala. Prandaj ibadeti, adhurimi, përkushtimi ndaj Allahut të ndërozë është rrugdalja e jon dhe për fund dua ta përmani mesazh shumë rëndësi që ne përcjelli Kabi dhe shoqëria e Kabit është se shikoni një shoqëri të ndërtuar si duhet, një shoqëri të formuar si duhet, gëzohet për suksesin e një antari të saj. Gëzohet për suksesin e një qytetari të saj. Edhe pse ndoshta nuk i rrog drejt për drejt suksesi i tij, megjithatë i gëzohemi suksesit të çdo kujt, nga se suksesi i çdo kujt për neve realisht do të na prek edhe neve. Na mëson Kabi radiallahu ta'ala anhu se shoqënia e ndërtuar drejt dhe formuar mirë është një shoqëri që i gëzohet sukseseve të një tjetrit e nuk fut në përkëmbse për me rrezu tjetrin ose me largu tjetrin ose me abu një grup tjetrit ose zili ose xhelozi, nga se nuk është kështu shoqëria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por i madh e i vogël u qun kom e shpallën ditë feste, e tëna ja rikthim, e tëna i gëzim, e tëna i disponim për çka? Se Allahu xhallahu ala ja fali Kabit. Ne shikojmë s'polla çfarë mobilizimi për të gëzuar për arritjen e një njeri. Kjo ishte ajo që i edukonte në të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sikur që thash dobi të shumta që i kanë përmendur dietarët dhe i kanë rrisuar në librat e tyre, të gjithë ata që kemi përfituar ne prej tyre. Zoti i paguaj dhe i shpërbleft. Nga të gjitha këtu që i kemi përmendur realisht është mund i të tjerëve, i dietarëve ne kemi përcjellur, do thotë atë që kemi lexuar dhe kemi mësuar nga të tjerët, andaj Zoti i shpërbleft dietarët tanë, xhallarët tanë, ata që na mësuan këto raste dhe na mundsuan të përfitojmë nga rastet e këtilla që të na ndriçojnë rrugën tonë drejt Allahut te bareke ve teala në errësirët e shumta të kësaj donjaje. Me kaq po i do fund dhe me kaq e përfundojmë këtë tregim, duke lutur Allahun që të na mundson që të vazhdojmë përsëri me raste të tjera dhe mësime të tjera të shumta që e përmirësojnë gjendjen tonë, zemrën tonë, raportet me Allahun xhallahu ala dhe raportet tona mes vete. Me kaq po do fund sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.